Procesi zgjedhor për zgjedhjet e parakohshme në Kosovë ka hyrë në një fazë të re të rëndësishme në nisjen e votimit në përfaqësitë diplomatike të vendit jashtë kufive. Sipas autoriteteve zgjedhore, votimi po zhvillohet në 30 misione diplomatike, përfshirë 17 ambasada dhe 13 konsullata të shpërndara në 18 shtete të ndryshme, duke u dhënë mundësinë qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit të marrin pjesë në procesin demokratik. Qendra e parë e votimit u hapën në Turqi, në ambasadën e Kosovës në Ankara dhe konsullatën në Stamboll, ndërsa dhe më pas procesi është rrirë dhe në vende të tjera europiane, ku jetojnë një numër i madh i diasporës kosovare. Votimi po zhvillohet gjithashtu në shtete si Gjermania, Zvicra, Mbretëria e Bashkuar, Belgjika, Franca dhe Austria, ku janë organizuar qendra votimi pranë misioneve diplomatike të Kosovës. Sipas dhënësit të Komisionit Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës, Valmir Elezi, të drejtën për të votuar fizikisht ambasadën dhe konsullata e ka 27.724 qytetarë që janë regjistruar paraprakisht për këtë formë votimi. Paralelisht me votimin në përfaqësitë diplomatike, po mbyllet dhe procesi i votimit me post për më shumë se 104.000 votues të regjistruar jashtë Kosovës. Pas përfundimit të afateve, të gjitha flet votime do të transportohen në Kosovë, ku do t'i nënshtrohen procesit të numërimit. Të dielën qytetarët e Kosovës do të votojnë për të zgjedhur përbërjen e re të kuvendit dhe qeverinë që do të drejtojë vendin në vitet e ardhshme, në një proces që konsiderohet vendimtar për zhvillimin politik të vendit.